Miq të emisionit Zgjohu, kënaqësi të takohem edhe këtë javë dhe sonte bashkë me histori dhe emocione shumë të bukura. Emisionin do nisëm me një nga artistët më të dashur të publikut shqiptar. Ai është aktiv gjatë gjithë kohës, duke qenë prezant në ditët më të veçanta të shumë çifteve, duke qenë prezant në shumë argjegjë familjare, po ashtu në të njëjtën kohë duke sjellur edhe shumë hite të reja. Para se të kalojmë tek intervista kryesore, shfrytëzoj rastin të falenderoj partnerët tonë të cilët janë gjithmonë me ne, Ujin Miros, Poliklinikën Shoshi dhe Spitalin Anaderm. Kam kënaqësinë ta filloj emisionin me këngëtarin Azem Lukaj. Azem, faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit tonë. Faleminderit mirë Sërgjej, kënaqësi me qenë pranë jush. Faleminderit për ftesën. Azem, po nisim prej fëmirisë duke e tregu historinë dhe jetën tënde që nga ajo kohë. Si e mban mend, si e kujton në atë periudhë? Po nëse fillojmë prej vitit, nëse flas që kam pas ma primare profesionin e muzikës, po flas prej vitit 2000, pas jam në dhëç, vitit 2000 pas luzëm e njerë, kur fillova shkollën e muzikës, ku iniciatori ishte gjithmonë dhe falenderus jam babit. Ajo është shkaktari i këtij çonim tash në këtë profesion, mendoj se si fëmijë ndoshta kishim marrë një rrugë këtë tjetër, po me dëshirën e iniciativën shumë të madhe të babit, fillova shkollën e ulët në atë kohë në instrumentin e violinës. Pastaj 6 vite aty, po çdo herë mos t'i kaloj shpejt as etapat ndalen te pjesa e shkollës ulët. Edhe kur ishte në shkollën, kështu që jem në shkollën fillore, kur isha gjithmonë me ditën e shkollës, isha them edhe nga arsimtarja e muzikës në atë kohë, Mahia Zeka, që dua ta përmend dhe ta falenderoj, që ishte vërtet një motivuese e madhe, shtyse e madhe, sepse njëri hapat e parë se bazamentin në profesion, mendoj që e merr heret. Kuptoj. Spaku, unë kështu kam rrjedh të ky profesion. Edhe ditë shkollës, përfaqësimin e shkollës, përfaqësim qytetit, gjithmonë jam konë, që edhe sot kur takoj shok ose gjeneratës, gjithmonë mbajnë mend mu si ai pjesëtari kryesor, ndoshta i festave të shkollë gjithmonë, edhe gjithmonë më thonë ti ke qenë gjithmonë me muzikë edhe I lindur për këtë. Po, edhe që isha domethënë shkollën e ulët e vazhdova ashtu 6 vite. Pastaj erdhi koha shkollës mesme. E vazhdova në Kumpej, nuk kish në atë kohë shkollë të mesme të muzikës në qytetin e Pes, nga Dhavi. Vazhdova në Prizren, shkollën e mesme në Prizren, 4 vite. Student i hershëm. Para se ne në Kumpej gjithmonë referohemi kur je student vetëm kur shkon në Prishtinë atë kohë, kur ishim Peja nuk ishte fakultet. Spaku të artit. 4 vite për zëna aty morra në shumë seriozisht zbat fjalë. Pas aty me këndim fillova. E lash violinën, ishte një zgjedhje pak e vështirë, sepse prej violinës që e doja shumë si instrument, hyra në solo këndim. Edhe pse këndimin e kam pas prej fillimit. Edhe në atë kohë fillova vitin e 2, 3, vetëm fillova në dasma më në pjesë, në përmbramje, në zbat fjallë, në rrethem familjar, ose dikush që më kish domethënë kish direkt kish pas kontakt me ndonjë dasëm ose ndonjë event live ku kam këndu, që më kanë ftu, edhe gjithmonë jam falendërues të atyre njerëzve që më kanë besu se ishte përgjegjësi e madhe, me marrë një fëmijë me kënu, ndasëm. Sigurisht që sot është shumë e lehtë Azem, po në atë kohë ka qenë më vështirë, kanë ato frikat, i mban mend ato emocionet e para kur ke dalë me këndu, qoftë një dasëm ose një aheng familjar. Jo vetëm atëherë, po sa unë edhe tash vonë edhe mendoj edhe në këtë kohë tash që po flasim, gjithmonë ekziston një përgjegjësi. Ajo përgjësia të në bartë edhe një farloj frike, nëse mund të thëmë jo frikë, po si një përgjësi e madhe që është, edhe pastaj ajo batë një, mëj me thonë me një fjallë, si lej frike, emocioni, emocion, mund është thjesht emocion. është një lloj stresi pozitiv që aty të bën me qenë pozitiv, zbat fjallë, po gjithmonë para publiku t'je për herë të parë. Gjithmonë një sikur se mund ta them si një sportist, si një boksier, që nuk din sa del në ring, nuk e din kënë e ka kundërshtar. Edhe na nuk e dim asnjëherë, për shembull,
dasma gjithmonë ose një event ka njerëz ma shumë, domethënë ka pjesëmarrës 100, 200, 300, edhe 500 njerëz musafir, ku ka shtije të ndryshme, mentalitete të ndryshme. Duhet të bazohesh gjithmonë dëshirave të përgjithshme të atij eventi ku këndojmë, ku performojmë, edhe ajo të bën me emocion, bën pak me stres. Kur i shohin njerëzit në televizion dhe në studio televizive, gjithmonë edhe ua kanë lakmim, po nuk i shohin këto sfidat që i keni ju në prapasken. E mban mend ndonjë moment azem kur është dashur me shku me një dasëm, po ndoshta nuk e qenë shumë mirë emocionalisht, ose e ke qenë duke u ballafaqur me ndonjë problem shëndetësor, ke qenë i ftohur ose diçka, po që është dashur me patjetër me qenë prezant ato. Po gjithmonë kur rezervojmë datën për një dasëm ose aheng caktuar, gjithmonë ne kemi përgjegjësinë, për shembull tash edhe këtë kohë që nuk kemi as kohë të sezonit, për shembull gjithmonë kam kujdes me pijet, kam kujdes me klimat gjithmonë për shkak të asaj përgjegjësisë që thash më herët. Edhe gjithmonë i falenderojmë Zotit dhe gjithmonë edhe kujdesit madh që e kam. Po dhe nëse kam ndonjë emocion ose ndonjë frikë që problem shëndetësor, gjithmonë shkoj edhe konsultohem me mjek. Do të thotë edhe kujdesi gjithmonë, po edhe nëse ka nevojë edhe marrim injeksionet, ka ndodh. Po. Edhe nëse ka efekte anësore ajo për shembull për shëndetin tonë, përgjegjësia e madhe për dasmën na ka detyruar me shku me Po të kujtohet në moment që kështu mujt mendoja me publikun? Kem pas probleme, domethënë paraprakisht, domethënë para dasmës ku jem përballë me shëndet jo të mirë, po fatmirësisht mendimin e Zotit edhe po të them, jemi kujdes kemi marrë edhe kurim për shembull të mjekut, që ajo pak na ka ndihmuar dhe asnjëherë, asnjë moment deri sot, faleminderit Zotit, nuk kam pas probleme në dasma. Gjithmonë kam dalë me sukses. Deri sot gjithmonë kam dalë me sukses. Sinqerisht gjithmonë i falenderoj Zotit për këtë pjesë, është tejet përgjegjësi e madhe. Ashtu e shoh unë, edhe jam bën pak gjithmonë siklet, si profesion që e kam këtë, se domethënë i them, kam rahisi një profesion i cili duhet me qenë shumë i përgjithshëm. Po është një profesion që shpesh herë dhe na penalizon duke mos qenë prezent në familje, aq më pak ne shohim që sezona e verës ju jeni të angazhuar gjatë gjithë kohës nëpër dasma. Si po mundesh me i balancu këto, karrierë, familje? Unë familja ime, domethënë prindë edhe vëllezërit jetojnë jashtë Kosovës. Jetojnë në diasporë edhe ata zakonisht diaspora vjen në kohën e verës. Kur ne jemi në sezon, nuk ka mundësi edhe me nejt me ta. Po gjithmonë pas sezonës unë shkoj jashtë të familja në Evropë. Shkoj rri në atë kohë, shfrytëzoj kohën me nejt me ta, sepse në kohën e verës nuk ka mundësi. Është profesioni jonë ashtu e ka, domethënë ka sakrifica po, ka sakrifica, po nuk është ndonjë diçka. Përderisa kemi punë, faleminderit Zotit, edhe ajo është se i gjojmë gjëra tjera, gjojmë për kohë për gjëra tjera, nuk është problem. Thjesht atë kohë jemi detyruar me performu sa më mirë, edhe ajo është mendimi jonë në atë kohë. Ajo është puna jonë, është që sfida e vitit është ajo për neve. Azam kuptohet se duke qenë gjatë gjithë kohës në shumë dasma, gjatë gjithë verës, ju krijon edhe përvoja të ndryshme. Dhe është nganjëherë interesante se secila është shumë më ndryshe se sa tjetra. Cilat janë ato dasma më interesante që ke qenë, që e mban mend që tu ka dok pak më ndryshe? Po gëzimet familjare gjithmonë janë ndryshme. Edhe unë fokusona mishnona me dasmën. E din gjithë ata që kam qenë pjesë e dasmës tyre që gjithmonë jam bë bashkë me musafirët. Edhe e kam përjetu gëzimin e asaj dasme, asaj familje gjithmonë, edhe nuk është që më i medalu diçka se gjithmonë kam qenë pjesë e dasmës. Kam qenë thjesht në psikologjinë e dasmës, aty jam fut. Gjithmonë edhe nuk di diçka medalu. Ka të ndryshme, i bëjmë dasma shumë të mira shqiptarë. Nuk më i medalu me veçuar tani dasëm. Domethënë kam marrë pjesë në dasma si në Shqipëri, domethënë Kosovë, në zbat fjalë, Shqipëri, Lugin, pjesën e
Maqedonisë, shqiptarë domethënë ku kanë dasma, edhe diasporë, gjithmonë dasma të bukura. Azem, kur jemi të sfida sakrificat, këto shumë pak i shohim publiku. Po një video e cila është bërë virale dhe është komentuar zakonisht shumë është një video e Medës duke mbajtur një koncert live edhe pse ka kamën e lëndume. Pra është goxha një sakrificë cilën po e mban, po kur ndalesh lexon komente të shef që njerëzit ato kanë thënë gjithçka po bëni veç për parë, po nuk e shohin këtë pjesën që jo thjesht e keni bënë një lloj kontrate edhe një marrëveshje me palën edhe duhet me mbajt me patjetër. Si e komenton ti këtë? Po saktë me pyetje e the, nëse ai ka kontraktuar më herët atë dasëm, ai duhet me shku dhe me dalë në fund asaj tash, edhe nëse ka probleme ka në atë rast me në kom. Po. Unë për mendimin tim është shumë rregull. Shumë rregull që ka shku. Tash aty ka ndodhur ai rast, keq që ka ndodhur, uroj që të shërohet sa më shpejt, po sa i përket unë shumë normale, kom pas vetë, shumë normale është ajo. Do thënë edhe mua nëse më kishte ndodhur, unë kisha shku. Po, me dalin fjalë të ai mysafirët se dasmor që e ka ftu. Ai ka pas dëshirë me pas Medën. Ai ka mujtë me marrë dikon tjetër, pa ai ka pas dëshirë, ka prit ditën me pas ato ndasën në gëzimin e vet familjar. Tash si vjen ai nuk ka pas probleme, nuk ka pas vetë, ka pas probleme në kom. Përderisa ashtu edhe aq ka mjaftu. Edhe nuk mendoj që prish punë. Është një sakrificë që bëhet edhe kanjëherë më shumë për çift publikut, që mos me prish atë çefen edhe atë gëzimin që ka prit dikush me pa. Unë mendoj që më shumë ai meriton, do të thonë këtu ka më shumë ka merit që ka shkuar ashtu, se nëse dalin ato komente që i kem pa jo përpara. Nuk mendoj që ka bë përpara në atë rast. Nuk mendoj, nuk ka mbet vetëm deri ta dasa më shku në atë mënyrë me shku me performu. Po mirë mos shpresoj që mos kemi edhe na probleme ashtu, po edhe nëse nesër mund të më ndodh, njëjtë kisha vepruar. Realisht, natyra e emisionit është e tillë që është një program motivues, inspirues, me tregu audiencës një anë tjetër të juajën se është gjithmonë ky gjykimi publik që njerëzit nganjëherë nuk kursehen edhe japin atë gjykimin final. Për shembull, shumica mendojnë që hajtë se këta kënaqen edhe thjesht i marrin çdo parë për 1 orë, 2 orë edhe nuk i shohin realisht gjithë që të mund që bëhet në prapasken. Po edhe jo besoj që i keni ato limitet, nuk është gjithçka nganjëherë bëhet vetëm për para. Çdo kujt është interesant, çdo kujt profesioni tjetër i duket i lehtë. Edhe mua më duket profesioni jot tash këtë rast i lehtë. Po më përmendje që nuk është i lehtë. Sfidat. Edhe neve na referohen gjithmonë u kënaqet, po kënaqeni. Se tash ai gjithmonë niset prej vetit, të shef të kënu, të shef dyshka që është një gazmend, po në fakt ti ai që i dytru me ardhat të deri të një disponim. Për momentin kur ka nga është e bukur, ose është me dëshirë, ba deri në momentin që ti kënon asa ti ki dëshirë. I kënon një kongë për shef në shpe, ose diko, ama nëse ti kënon për shembull 6 orë në ndasëm, aja tërë fillon është punë. Aja është përgjithësi e punës, pastaj nuk më me thonë është këtë knasi. Knasi është që jo ki punë, që është puna jote që ti e dënë, zbat fjallë, po nuk do të thëtë që ti për dëshirë, vetëm dëshirë çdo ditë, për shembull në kohë të sezonit dasmë, ma kënon çdo ditë për qef. Nuk është fillon pastaj është ngarkesa shumë e madhe, sepse unë mendoj që deri në momentin kur filloi e hapi një mbrëmje se një dasëm, aty më shlirohna. Po derisa shkoj deri aty është puna e madhe, derisa organizohem, derisa shkojmë, tash kin relacione ndryshme, për shembull, do të shkoj në Maqedoni, do të shkoj në Shqipëni, ku është rruga, ku është për shembull është nxehtë, verës. Kuptohet. Në klimat i kem, unë se përdori klimën fare. Edhe derisa organizohem, apunojnë teknika gjithmonë shkoj më herët. Është një periudhë shumë intensive. Ta them është një ngarkesë shumë e madhe. Që këta dëshiren që ti mendon që është dëshira, ata e zhbën atë dëshirën, sa është ngarkesa e madhe. Edhe ata mysafirë nuk e shohin atë pjesë. Shohin vetëm këtë pjesën kur performon, ose aty në rregull, është shumë gazmend, është hare edhe u kryes shumë bukur, pa derisa vjen aty. Ajo është ka njerë është edhe ajo maska që ndoshta hiç nuk dukesh që i harashëm, po ti duhesh me dalë edhe me buzëqesh para gjithëve dhe me mbajt atë disponimin e gjithëve. Azem, ajo që e vlerësojmë edhe po dhe publikut të këty është ju njiheni për
mënyrën si këndoni live, më shumë domethënë preferoni këtë pjesën ku këndoni live, për ndryshe prej artistëve të rinj që i shohim sot që e realizojnë një këngë edhe me çatë këngë identifikohen, por nuk është që e kanë të njëjtin guxim. Si jo. Si përsheni këtë pjesën e artistëve të rinj sot në estradë. Po e shoh se shpesh herë komentohet edhe pjesa që sot gjithkush po bëhet këngëtar. Thjesht thonë veç a ki pare edhe apo do kësh bukur ose diçka, po sikur përja humbin atë rëndësim pak artit, muzikës, se dhe muzika e ka një lloj lirë të vetë. Është shumë problem me roni një përfundim ose një përgjigje, sepse muzika është dëshirë. Dikush shkon e shon një lloj muzike. Më mendoj se përderisa dikujt i pëlqen çaj lloj, s'ka lidhje a den me knuaj. Unë për shembull, edhe unë nganjëherë kam pas për shembull komente, jo komente publike, po kështu me vete ose me rreth ngusht. Për shembull për X këngëtarë ose për shembull se ne këngëtarët e shohim shumë mirë kualitetin e dikujt na sa din. Kuptohet. Paka shumë Se e din. Përderisa edhe jam kam përfunduar dhe këndim shkollën e muzikës, fakultetin në SL këndim. Di paka shumë teknikisht sa din dikush, shembull. Po përderisa ati diçka pëlqy aty tash. Është një masë e popullit, një pjesë e popullit që me mentalitet qëndron aty, ati i pëlqen për shembull çaj lloj, çaj këngëtar për shembull, nuk mundesh as me fajsu, as nuk mundesh me thonë ti mos këna ose ti këna. Nuk kem drejt edhe është shumë normale me vazhdu kush mundet, po dallojnë dy gjëra. Dallon kjo pjesa tash virale. Pjesa virale dhe pjesa kualitative ose pjesa, për shembull, shumë janë ka disa janë bë viral tash ne po shohim edhe me ndryshme ka jo vetë këndim me muzikë, por ndryshme ato mund të bëhen shumë viral më shumë se një këngë. Edhe gjithkohë. Që është shumë ndoshta shumë këngë kualitative që përmban diçka, po nuk do të thotë që ai është pjesë e eventeve, pjesë e dasmave, se shumë njerëz për shembull e din shumë për shembull kanë bë shpërthime për shembull shpërthimen virale po s'kan muzikë, s'kan neja, thjesht ai suksesin e ka vetëm aty. Po nuk ka muzikë, nuk performon dika tjetër. Diku ku punohet. Për shembull e kemi biznes, e kemi tash këndimin, për shembull ku shkojnë dasëm, ai është biznesi jam. Unë nuk do të thotë që kom pas në shpërthim shumë të madh, kom pas disa për shembull virale diçka, po jo diçka shumë diçka që më thonë një këngë më ka dhe shumë ka shpërthy diçka, nuk kom pas diçka, thjesht jam veçu të pjesa live, ku nga një dasëm, nga një event, kanë pa dhe më kanë ftu. Ajo është marketingu më i mirë që mund të bëhet dikush, është më real. Sakt. Po ajo çka Nëse edhe ju keni pas ato isha të përmend me të pyet se si është kjo ndjenja me pas opiniona shumë as mirë prej dasmorëve se në njërin prej dasmave tua kam qenë prezente dhënë dhe kam dëgjuar rrethën aty duke thënë se është një prej këngëtarëve më të mirë që kam qenë në dasma. Si ndihesh pas këtyre fjalëve kur i merr prej dasmorëve dhe prej atyre që ta kanë besuar ditën më të rëndësishme të jetës së tyre. Ai për mua është klikim, më i madh klikim është. Me miliona klikimi janë që ato. Mirë. Azam, pjesën e fundit, duke e ditur që ti nuk e ke pik problemi me këndu live. Tjetra është ti ke këndu këngë dasmash, balada, këngë kushtuar dëshmorëve, kështu që pjesën e fundit e ke me jeta sipas muzikës. Unë bëj pyetjet dhe ti ke me u përgjigj me këngë cilat dedikohen për periudha të ndryshme të jetës. Kështu që po e filloj me di që ti nuk e ke asnjë pik problem në këtë pjesë. Kënga që të vjen ndërmend sa herë që ti e kujton fëmirin? Ka të ndryshme, janë ato këngë të para që unë i kam mësu, po tash që kam e veçu. Ka qenë për shembull, po flas në atë kohë për fëmijë këngë dhe për fëmijë edhe për të rritun, po si familje gjithmonë ju kem referuar këtyre këngëve pak më patriotike, më kombëtare, pak gjithmonë jemi rrit ashtu. Në Kosovë dihet kjo që kemi pik dopt këtë pjesë. Jemi po dhe në atë kohë ka qenë koha luftës, para luftës, jemi përballë me ato. Po për shembull ka qenë Kosova nëna ime, Kosova nëna ime mendoj që ka qenë një ndër këngët e para që unë kam mësuar. Mendoj, nuk e di në atë kohë,
sa ka dalë, nuk e di. Edhe Vajta kalova. Vajta kalova është një nga këngët më të preferuara më duket publikut. Po, në atë kohë sidomos ka qenë shumë virale. virale. Patjetër me këndu. Përse ne pak tash më kujtohet. Vajta kalova gjithë Kalabrinë, asku nuk gjeta si në Shqipninë. Vajta kalova gjithë Kalabrinë, asku nuk gjeta si në Shqipninë. Sa këngë të bukura i kemi edhe për i këndonjë zakonisht bukur, kështu që kalojmë te kënga e dytë. Kënga që e këndon sa herë që ndjesh i trishtuar ose i mërzitur, ose nga ato momentet kur nuk kemi shumë në disponim. Te kjo pyetje nuk di çfarë them, nuk di çfarë këndoj sepse kur jemi të trishtuar apo pa nervoz, ndoshta nuk këndojmë fare. Qim filma, nuk e di s'ka më veshu. Jeni këngëtar? Përdesa merra me këtë fush, shumë këngë dhe nuk është diçka që unë e veçoj në moment, për shembull, nëse për shembull këtë rast jo, ose dikush që nuk merret me muzikën, për shembull, ka gjithmonë një këngë për diçka ose që këndon me këndu nuk dim, po të paktën me dëgjoj di që për shembull nuk kam diçka të caktuar këtu në këtë rast nuk po di, nuk e di, nuk më me të veçuar për momentin diçka. Nuk e di. Qenë të thumë një këngë, ne nuk është problem. Qëllë, ose qëtë, këtë rast të nëse kër jetë të shumë një këngë që nësë unë e di e këndoj, së problem. Nuk më kujtojë të asë mu. Kalëm të pyetja tjetër. S'na përmend për këngë në atë moment. E vërtet. Kënga që të motivon edhe të ndresh disponimin. E ke ndonjë? Që të thëmë. Nuk e di, ko këngët e mia, mendoj tash që kom fillu me kriju vetë këngët. Për shembull balada që kom e fundit. A e din sa m'ke mungu, a ke pyet najher për mu, do gje vetën, do gje mu, a ki shpirt sa ka duru, a ki shpirt sa ka duru. Se kënga emocionale në këtë rast më gëzu shumë, po mendoj që pasi është krijimi jemi. Okej, këngë shumë e mirë. Këngë që ta kujton do një moment shumë të rëndësishëm në karrierën tënde? Mendoj në këtë rast jo për të mirë. Një këngë që kam pas për momentin ajo nuk më kujtohet. Si tekst është në 2010 është kënga e parë me klip. Gjatë realizimit të klipit asaj këngës kam pas aksident. Gjatë realizimit, domethënë momentin e injizimit të klipit kam pas aksident gjatë rëndë. Edhe nuk duhet më kujtu, por ajo është një këngë sonte, dikush nuk e di nëse është në YouTube e di ka shumë ka herë. Nëse sonte jam mërzitur, diçka kështu është. Ajo është kënga që kam pas aksident gjatë gjerimit, do thonë, edhe kam qenë të ndëgju, të gjiru, do më thonë, edhe kam pas aksident me makinë. A mund të me këndu një pjesë? Po, së më kujtohet, do më thonë kështu sonte është, nëse sonte jem mërzitur, s'ke me kënd, nuk e të flet, kështu nuk e di, nuk më kujtohet aq. Kjo është, në 2010 ka dalë kjo këngë. Edhe se kam kujtu mu asë i këngë. Po ta ndihmoj pak me qenë se për të i kalujmë edhe s'pe këndojmë këtë pjesë, një këngë e cila është bo virale, për mënyrën që ke këndu, ka qenë edhe muzikshkanja Zemrës time. E kam pa që ka qenë virale në TikTok, kështu që mendoj që është një pikë shumë e mirë në karrierën tënde. Është e këshëm zavendësu me këto. Okej. Po, ishte spontane në një emision. Këngë shumë e bukur e këngëtojt Hamza Lopçeva, që kam respekt dhe përshëndet shumë, që shumë ma kanë kërku pas ati interpretimi që kam bërë, shumë ma kanë kërku edhe në përdasma dhe në përmbrami gjithmonë, muzikshkanja. Vet ma fale, ma lëngjimin, vet ma more për qafimin, ma i zeshkane, lule bjeshkës, që mjek put, si gjete vjeshtës. Vet me deshte, u betove, flokt e kresmi numrove, ma i kuror e bukurive, befa zemrën pse ma ngrive.
Mojze shkanja e zemrës time, hana dele mali ullet. Kur të vjen në shpirtin pëndime, unë të presi bjeshka lullet. Këngë jashtëzakonisht e mirë, dhe Faleminderit. interpretim jashtëzakonisht Faleminderit. i mirë. Po kalojmë pak të traditat edhe të pjesa jote e preferume, që veç e ki tashmë specialitet, le të them, të dasmat. Cila është kënga që nuk mungon asnjëherë dhe është gjithmonë prezente në gjitha dasmat shqiptare? Unë një këngë që e preferoj edhe gjithmonë të shumicë e dasmave, po thuj se edhe nuk mungon edhe si dëshire dhe asmorëve është Morra fjallë. është një ndër këngë që unë edhe këndoj kështu me shumë pasion. Ajo kërkohet shumë edhe jo vetëm që kërkohet, po e këndoj me dëshirë shumë të madhe atë këngë. Fatmirësisht që një këngë shumë e bukur e dalë për komandantin legjendar Adem Jashari. Edhe këndohet tash në kënd shqiptarisë, Morra fjallë është. Muj me u knu pak. Patjetër. E mora fjallë, mora fjallë, mora vargun, mora shalkun, me i thur kang, me i thur e kang bashkë legendarit, ti këndoj Adem Jasharit, ti këndoj. Sa fuqishme janë këto këngë patriotike dhe ndryshojnë bukur, komplet shumë është e bukur. atmosferën, kudo që këndohen. Mirë, po duke qenë nga Peja, kënga e preferuar Rrugovjase, cila është? Këngë, jo vetëm Rrugovjase, mendoj që në gjithë shqiptarinë dhe kjo të pjesa, sidomos të pjesa atmosferës vallëzimit është falje Rrugovës. Apo? Po tash nuk kemi rritur diçka se nuk del. Duhet me kalu. Po edhe pyetja, kënga më interesante, që do doje ti të këndoj për ty nëse një ditë nuk do të ishe më në këtë botë. Nëse skrieju në diçka deri atëherë, tash po kam filluar mi kriju këngë vet, tekstet. Mendoj kënga, okay. More e kam pas një jaranot e vjetër, se vdali shok si gjindet e tjetër, me shareki o plak. O, zemrat na i dishke flak, hej, zemran ma dishte flak. Ma këndu dikush mu, mas një kohë. Që gjithmonë kam qenë pjesë e hareve. Mirë, faleminderit shumë për gjitha këto që nuk u kërcjeve as pak me këndu në studion tonë në live, po duhet patjetër asaj me u dal pak edhe te një diskutim që diskutohet jashtëzakonisht shumë për shkak tek personat që po realizojnë dasma, po ankohen pak për pjesën e çmimeve. Si po qëndron kjo pjesë? Mendoj që pak të egzageruar janë çmimet. Unë gjithmonë jam mundu me qenë arsyeshëm të kjo pjesë. Me arsyetu, më shumë arsyetu performancën se sa me kërku çmimin. Mendoj që kjo është edhe më e kënaqshme edhe për klientat. Nuk e di tash si trend o botë disa këngëtarë për shembull, edhe ju gazetarët pe normalizoni çmimin. Se për shembull ka pas disa, unë më kujton disa kohë kur është përmend disa çmime të caktuara, ku nuk kanë mendoj se tralla kanë qenë ato çmime së fare. Për shembull kanë thonë 5.000 euro, 6.000 euro muzikë në atë kohë. Tash po ka tash çmime. Po në atë kohë kur janë përmend ka qenë shumë tralla pak këngëtarë, se dikush pak ka pasur çmim, po kur keni filluar me normalizu gazetarët, publiku mësumat ma çmim. Edhe kur i ke thonë dikujt 5.000 është shumë normale ka qenë për to sepse ata janë përgatitur për çmim. Besoj kjo është shumë e vërtetë. Kjo pjesa se nuk ka qenë reale në atë kohë kur është përmend. Shumë herët ka filluar të përmend këto çmime prej gazetarëve. Ose edhe prej 2 vitet e fundit duke që e di se vetë tavolinave të kafës që janë përmend në atë kohë më kujtohet, ku nuk kanë qenë çmimet ashtu. Po i bën,
fillu mu përfolë dhe pastaj u normalizu me qenë çmimi 5.000-6.000, dikush 7.000, 8.000, kam dëgju që ka. Nuk besoj, po gjithçka mund të ketë. Nuk është vendosëm, a kemi ndonjë? Arsyeshëm gjithmonë me çmime, arsyeshëm mendoj që jam të një pjesë e kënaqshme për klientin. Edhe për mua nikësisht, mjafton. Gjithmonë jemi të një pjesë prej vitit në vit kem pas pak normal, pak dallime, pak sepse kërkohet rritet domethënë çmimet edhe të muzikantëve gjithmonë i kemi fillojmë mja u ngrit ato pagat, ato që i kanë për çdo dasëm. Veç mos ja bën edhe jo si të gjithë të tjerë se është rrit çmimi i rrymës, tash edhe na duhet. Çmimi heket e rrit edhe duhet mi rrit çmimet në vendosme. Po fillon mu rrit çmimet, e vërtet kur fillon mu rrit çmimet në gjithçka, pastaj nëse aty rritet ushqimi në një market me shku edhe ai ka me jetu prej dhune. Edhe fillon. Është interesant si shkon pastaj gjithçka zinxhir. Për shembull, unë si këngëtar për shembull nuk kam bën në ngritje të madhe të çmimit. Po instrumentista për shembull që bashkëpunoj e kom rritet. Në fakt është unë nuk kam pas ngritje. As të madhe, diçka, po ngritja më e madhe bote të muzikantat. Edhe mendoj që është edhe e kënaqshme edhe mjafton për mua. Deri tash çka kam rezervu, tash mas fillojmë me dhonë çmimet po kush e interesuar në atyre dhe kontaktojmë. Dhe konsultohen privat. Mirë. Azam jemi në fund të kësaj interviste dhe natyra e emisionit si tregova është motivuese. Edhe duke ditur që kemi një audiencë goxha të madhe, ka ndoshta edhe shumë të rinj që mendojnë me ju bashkangjit pjesës së muzikës, po ballafaqohen me ato frikat brenda vetes së tyre, dikush dorëzohet lehtë, po ti në një moment të mirë të karrierës tënde, po që ka vitet të tona të cilës i ke shërby në mënyrë konstante. Cili është mesazhi yt për gjithë ata që dëshirojnë të qenë pjesë e muzikës, po që po hasin në vështirësi? Unë mendoj që tash çdo kush që shë veten që ka talent, po ata që nuk kanë talent, nuk e din a kanë talent. Sepse nuk e din me vlerësu vetën a ka talent, s'ka se nuk din, se mirë është mos me hub në kohën, për shembull, nëse nuk është për këtë profesion, ose në çdo profesion nëse s'ke talent. Ka qenë një periudhë, për shembull, kur edhe i patalentumi ka pas një farë lloj suksesi, sepse gjithmonë është manipulu, ndoshta edhe ka ditë me ekzistu. Na kemi pas shumë raste tash, ndoshta njerëz me shumë karrierë, për shembull, në moment fundit ndoshta të karrierës ose tash në këto kohë të fundit në karrierë kulminante ndoshta është ballafaqur me live ose diçka dhe ka dështu edhe apo që nuk i mungon talenti, për shembull. Edhe të trit, tash nëse nuk e ka, domethënë nuk e ka pjesën e talentit, mirë mos më hub kohë. Po ai që është talent tash ka mundësi shumë të mëdha. Ka mundësi shumë të mëdha, që për shembull unë që kam pas, tash të rrjetet sociale e mundsojnë, me telefon, tash telefona kemi gjithë, me një telefon me dalë dhe me tregu ata që ti e din, edhe nëse vlerësohesh te populli, atëherë ti nuk ke nevojë ndihmje askujt. Domethënë në atë kohë kur fillon për shembull, po flas para këtyre rrjeteve sociale që tash kanë gufu. Po. Ka qenë shumë e vështirë, se për shembull vetëm mundësi, vetëm dritare ka qenë me marrë pjesë në një televizion. Ku nëse ke pas raport të mirë, se gjithë ata që kanë qenë për shembull më të përgëdhelur në të atij televizioni, ata kanë pas mundësinë më të madhe, e dikujt tjetër ka mohuar drejta. Kuptohet. Unë jam përballë me ato sene, për shembull me që mohuar, domethënë u mohuaja drejt, për shembull kanë pjesë edhe unë në atë mision. Për shembull janë bërë xhirime pa flas vitit të ri ose në atë kohë për shembull që janë bajt. Për shembull në prej shtëpisë kam kthyer për shembull në ekran kam pa shumë këngëtar. Se kanë pas ndoshta unë kam pas vendin para aty ndoshta me qenë aty, po nuk më ka pa mundësi. E sot i kanë mundësi në gjithë. Sot domethënë nuk ka nevojë kush me vujt atë pjesë, sepse gjithë kanë mundësinë, kështu që veç me vazhdu, me sjell këngë të bukura. Tash edhe kjo pjesa me marr nga ose me thonë me vjedh, nëse në ato që kanë vjedh
ka fillu kjo pjesë më reduktu, sepse nuk jam mundësan tash interneti, edhe me kryu, do më thonë, kongë të bukra, kongë mësë me dalë shumë prej muzikës tonë, shqipës, ka që me thonë, do më thonë, thjesht me gratë atë ambici që kanë, edhe Pra qelë si suksesit është që ti është mos me udhërzu edhe me vazhdo me punu drejt andrave tua. Azan falimderi shumë që ishe pjesë e emisionit tonë, për gjitha rrëfimet edhe për gjitha këto këngë të bukura që i këndove sot vetëm për shikuesit tanë. Ti jemi shumë mirënjohës. Era, falimderi shumë, falimderi juve, falimderi shumë. Miqtë e emisionit Zgjohu, jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Jam shumë e lumtur sepse kam një musafir shumë special për cilin kam këngulur shumë që ta kem sonte në studio për arsye që ai ka fituar zemrat e gjithë njerëzve që jetojnë në Prishtinë. Po tashmë duke qenë prezente në studio televizive, po e shohim se është bërë viral në gjitha rrjetet sociale. Ai ka vetëm 12 vjeç, por e mira është ka rënë në sy të publikut për vlerat e tij, i cili vetëm në moshë 12 vjeçare shkollohet, punon për vetëm qëllim për të ndihmuar familjen e tij. Jam shumë e lumtur të kem në studio Robertin. Robert, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën me qenë pjesë e emisionit Zgjohu. Po faleminderit shumë edhe për juve që më keni ftuar, edhe kam qenë shumë i lumtur kur më kanë tregu prind. Robert, qysh të prezentova je musafiri më special edhe që e kom prit me padvore me pasën të në studio dhe unë përdum me qëndru ma afër teje, sepse sot unë jam fansja jote edhe ti ke më tregu për këtë talentin tonë të rallë që e ki. Është shumë interesante qysh në një moshë kaq të vogël ti me pas ide të tilla me hap një biznes që po duket ka pas jashtëzakonisht shumë efekt. Tash ti ke më tregu mu krejt qysh lindi ideja. Ideja më ka lind se kur i kum po prind se sa shumë po punojnë për neve, edhe sa shumë janë të mundu për me na mbojt neve, shtëpinë e këtë këtu senet. Unë ja kum nis se kum po gjyshen që punoj që se sene, më ka mësu gjysha më spori me punu, tani më ka lind ideja se qysh mi shit. Edhe spori herë, ja kum nis me senin më atlet që ja kum nis me lastika, të kum punu një bëzilëk, tani klientja e me por u kon Rudina Bolaj, që ja kum jep si dhërat, kër e kum taku, edhe ajo pak ma ka arrit fomën për me më gjuft gjysmë me njerëzë, edhe pasaj më ka lind ideja për me zmadhu biznesin tem. Na jemi krejt shumë krenar për ty, që unë e shoh që me një kohë ku gjithë fëmijët kanë marrë mas teknologjisë, mas disa gjanave tjera, unë e shoh që ka hale fëmijë shumë të mbarë që mendojnë për me ndihmu familjen. Tregom, sa janë prindrit krenar për ty? Prindrit janë shumë krenar me mu, se është një punë që mund me bo dhe nëj fëmijë tjetër, po unë jam të ndihmu prindë me qatë to që jam të po që mundësi edhe prind për mu janë shumë krenar. Sa i mirë je, o Robert, do me thonë, unë nëse është një herë që kom bet pa fjallë dhe se kom pas kur me intervistu, probleme intervistu dikon, se ma shumë të kom probleme të intervistu ty, për se jam shumë e lumtur që në mesën e krejtve e kemi një fëmijë kaq të mirë. Po e shoh që i ke marrë me vete një kuti, tash edhe një që në kohë kam na tregu pak procesin se si i krijon këto bizhuteri kaq të bukura. Kështu që a fillojmë edhe një të në kohë bashkë bisedojmë? Po, pa problem. Sa fëmijë jeni ju, Robert? 8. 8 fëmijë. Je fëmija ma i vogël apo? Jemi 3. I 3. Në shkollë, apo e ke problemi balancu shkollën edhe me dalë, me punu, qysh po? E kam një orar të mirë për shkollë dhe për punë, se në shkollë shkoj prej 7 mëngjesit, edhe këthina në një, tani deri në 2 nuk dalë, dhe më thot që i kam pjesë të detyrat e shkollës edhe këto senet e shkollës që du të mi kry, pas taj dalë edhe punej. Apo e ki problem për mësime me i ndjek? Apo mundesh me pas rezultatet e mira në shkollë me qenë se edhe punon? Po mundu na mi pas edhe rezultatet e mira, edhe mu fokusu ma shumë shkollë se sa të puna, edhe do më tho e kam rezultatet edhe të mira dhe të shkolla.
Qa po thonë shkollë Robert Shukt? Me qenë se tash ti ke marrë famë, ke marrë audiencë, njerëzit po të pëlqejnë, përdojnë punën tënde. Qa po thonë të ata shumë shkollë? Ma shumë unë kanë suportu në biznes edhe ma shumë, do më thënë, kanë afru nga të tyne, unë kanë thonë se, për shumë nëse ki nevoj në sen, nëse të vyj në sen, adin gjerisht hajde të regonë në të ndimojna, për na i pyjtje se në sen, gjerisht hajde në të regojna, bojnë kështu dhe përësit ndryshme shoqet e klasës, edhe ne i përgatiti me shumë dashuri përësit që me përësitin edhe shoqet e mija, po edhe klient të tjerë që më përësitin. O zot, sa i miri je, Robert. Do më thonë, sa shumë sona ka një herë prej fëmijëve, dhe pse një moshë ka është vogël, po jap një shambull shumë të mirë edhe për njerëz që janë të rritur, që duhet me ju gjinë njëri tjetrin, duhet me bashkëpunu bashkë, duhet me përkra tjetrin kur ka nevojë. Pa a ki asnjë momente, Robert, me thonë, valla, kri shokët e mi po dalin, ose po knaqen, ose diçka, se s'po du me punu. Nuk e kom pas kur qëtë moment, se kur e kom, për shambull, nëse më ka ardhur nëherë kë moment, ose kë mendim, one nuk e kom paramenu, për shambull, adin se kom qef ati qashtu, po one kom ditë se për qa e kom fillu, edhe që e kom fillu që të biznes me vetë dëshirë. Do më tho, pam shty kërkosh, do më tho, pam shty dikush me zërë, se në isen, unë ja kom fillu me vetë dëshirë, edhe nëse më vjen për shembull ato në gjithë kohë të lirë edhe për me dol, mu shetit me shok ose me shoqe ose me vllazni. Në tavelinën tonë e kemi ma të bukur se asnjëherë tjetër. Do të thonë, i ka sjellë Roberti gjitha ta bizulik ka është bukur, gjitha veti i përgadit Robert? Jo se paka shumë kur ja kom fillu biznesit, e kena bo në fakt si biznes familjar, është që më ndihmojnë edhe prind, edhe vllaznia, do më thonë, më ndihmojnë për mi përgadit këto, tani unë e kam punën edhe ma të lehtë, po edhe ma të mirë për me shit. Unë e kam më duket e kam blet zion që nuk gabë ngjyrën e zezë. Po. E pa ta blet një kohë, për ndryshe e tregojnë, ani sekret tonin që i kema për publikën. Po, mre, pa problem. Unë e Roberti kena një histori shumë të mirë. Një ditë prej ditësh, unë e kam pas orarit punës, kam dalë me një lokal në Prishtinë, ku kam qenë duke pi kafe me një shoqe. Edhe nuk kam qenë në disponim shumë të mirë, edhe e mbaj mend ka ardhë Roberti me i shit këta bizuleka është bukur, edhe më ka thonë, pse i ka që mërzitur, edhe po ndalëm unë po shikoj që është një fëmijë kaq i vogël, po më pyet mu pse më ka që mërzitur, edhe unë nuk di atë kom jap ndaj përgjigjes, më kujtohet saktë se çka kom thonë. Veç Në përgjigja ju të u ka në që më ke thonë që nuk kam adin kur gjo serioze. nuk kom asgjë serioze, edhe e mbaj mend se më ke thonë nuk e di pse je mërzitëm, po një vajzë si ty nuk ja vlen me u mërzit për asgjë në botë. Edhe i ndalë edhe më ke jep forcë, kuraj, edhe e kom zonë vetëm me një moment duke mu ndru disponimi jam edhe duke qenë ma mirë. Pasi ke shku te, e kom diskutu me atë shoqën time edhe kom thonë, qysh është e mundur një djalë vetëm 12 vjeç, më jep aq forcë. Këto e kom bo me shumë qef, se kur kom po ty që ashtu, kom thonë, pse mos me t'jep aty pak pozitivitet. O zot sa i miri, Robert. Jënë të bekum krejt njerëzit që të kanë afër vetit. Do më thonë, po e them me zemrën plot, që ndihem shumë mirë që të kemi në mesin tonë. Je duke e përgadit me ngjyrë të bardhë, po më duket ta? Po. Apo keme e vendosë edhe në ndonjë element tjetër ato? Jo, e përfundova, këto kom bo për ty, edhe që është pjesa të bordha është ma verore, Okej. edhe që u konë me shitna, do më thonë, të pjesë të Edhe jënë roza, vesh sot vizitive. pak si bardhë kështot, Po. kështu që e pas ke bo tamam si shpirtu e të bardhë që e ki. Faleminderit. Robert, cila është ëndra jote që e ki njetë? Që thu, kur të rritëm, unë kom e bu që këtë, kom e bu krenar, familjen tam, njerëzit e mi, prindrit, motër, vllazër. Po. Une
kam dëshirë kur të rritna më bë dizajneri modës, se kur ja kom fillu biznesin tem, unë njëherë kom mendu se çka mund më shit për shembull në jetën e përditshme dhe çka mund më përshtat diçka tek njerëzit ose më shumë tek vajzat. Edhe kom ditë se njerëzit më shumë fokusohen te për shembull apo duken bukur, çysh po dukna, edhe domethënë kom përgatit çështo një bezilëk edhe kom provu se apo përshtatet më shumë çështo me mod, edhe më shumë ku më kanë ndihmue u konë arsimtarja e dizajnit të modës, ku më kanë ndihmu në shkollë tepër shumë, edhe më ka jap edhe mu ka gjakuraja për me vazhdu në qitë biznes, edhe më kanë ndihmu, do më thonë qysh, kur i kom tregu se qa kom qa më bo kur tritna, do më thonë u mirë ma shumë me mu, se ka po që jam, do më thonë i fokusum të londa e saj, edhe më kanë ndihmu, do më thonë qysh me vizatu qitë sen, edhe kom thonë se kur të rritna kam qa më bu dizajneri modës. Edhe unë nuk e dyshoj që ti keme ka një prej dizajnerave më të mirë edhe keme lanë gjurmë se talentet veç e kemi pa qysh në moshë kaq të vogël. Po a mërzitesh ti në ndonjëherë, Robert? Se Po. ka njerë një jemi të rritur edhe ndihemi keq, mërzitemi, rëndohemi, dikush na i thot ndonjë fjalë që nuk na bën me undi mirë. Unë për shembull, nashtë në herë ka ndodhë më koni mërzit në mo, ma shumë jam, do më thotë njerëzit pozitiv, se për shembull, nëse një njëri është nervëz, edhe nëse unë e shkrej e pyti, nëse thotë, s'po du në lotë qej, do më thotë se nuk mujnë, do më thotë këtë është dëshira atina, apo do në me ble, apo ju një sen t'ilë, unë e lotë, do më thotë ratëve që thëmë, më falë që t'kum pengu. Edhe do më thotë njerëzit, tani kur ja thëmë që t'jallë, diqysh në dijet, E bën me undi keq me shumë mirësjellje. po, edhe tani më ftën apet për me ja prezentu që të sen edhe ma blinë. Sa mirë. Po a ka pas dikush që ka lani bakshish? Ka shumë njerëz që më lojnë bakshishe, për shembull, njerëz që më njohin. Sepse unë e kom dëgju dhe e kom pa që ti ka një herë, edhe nëse nuk i blen dikush bizullikat e tu, vetë për acilin të andet mirë që i ki, dhe ato fjallë të mira që u a thu njerëzve në për tavolina, sepse fund ditës një fjallë mirë është ajo që kretë kemi nevojë me dëgju. Edhe e kom pa që lojnë bakshishe veç për këtë pjesë. Po, për shembull, kur t'ju bëj laf, ose kur të folje me njerëz, kur t'janë të mërzitëm, për shembull, se nervoz, ata më lojnë një bakshish, do më thotë pa e morë bizullikun. Edhe po dalë pak të kjo pjesa ku, për shembull, këto qikat e reja, për shembull, nëse ju pëlqen që kësan, po nuk e ka mundësin për me blej, do më thonë një bizullik, unë ja afroj me një qmim ma të lirë, ose apet nëse nuk e ka, do më thonë, mundësin, unë e më mja jep, do më thonë, edhe falas, do më thonë, veç për... Me bo mundi mirë. Po, veç për mundimin edhe për mja bo ditën ose natën ma të bukur. Hajtë ma më të regu të ashtë mu. Cëllë vjajpi ka mbletit e? Qështë thashtë dhe merët dhe para u konë Rudina Bolaj, se në çdo intervistë konë përmen, edhe e dyta u konë, mda këtë u konë Agnesa, që e ka shoqe Floretën. Tani ka pos shumë prej tyne, po nuk po mbin që tash nërmen e emrat të tyne. Tash, qash që famë shumë i e bo, do me thonë, krejt VIP-t edhe gjithë njerëzit presin me padure me dalë Roberta dhe me i ble bizullikat e ti, cilët janë me shumë, kështu janë të thjesht, po ndoshta që i bën me shumë dashuri, i bën me udok shumë ma të bukur. Po. Po tash të Robert, atë kam para gjyku ndonjëherë në rrugë, kështu të me thonë, qysh ti ka që i vogël, po dalë, po shetë, po punon, se të na njerëzit flasin. Po flasin, po në nuk i marrë adin kështu shumë parasysh, do më ta. Një fjallë, për shembull, dikush me shumë negativ, ne veç a bëj falenderë për menimin të në nuk mëjmë ja këthy dhe në tash me qëtë negativitet që ma ka jep ajo, une veç e thëmë falenderë për mendimin të edhe do më thonë nuk vazhdoj, po nuk ndikun api fjallëve negative. Edhe do më thonë veç vazhdoj në për që ato që e kum njësë dhe për që ato që jem të vë. Ajo që a vlerësoj, Robert, mas shumë të këty është je ka që i vogël, je ka që i mirë, je ka që punëtor, edhe
Më pëlqen jashtëzakonisht shumë dhe e admiroj forcën tënde për me qëndru pranë familjes, sepse familja është gjëja më e shenjtë cilën e kemi gjithë. Në fund të ditës, aty do të shkojmë, apo? Po dyqysh është për të vlerësu që shumë rrallë e shohim sot. Ma herët ka qenë gjithë kemi punu për familje, po sot sikur kanë marrë gjithë mas lojrave, medalj, ashtë ma pak, musha jote. Sa pare i mi ndimu familjarët e tu? Po për shembull tash në dite, bezilik, shes, dikon 10-15 copa, edhe me qasë shumë dvogël mi ndimu për shembull prend për 1 muj, unë dikon i mbjedh dhe parët për me pagu qëra unë në shtëpisë. A ndjesh krenar, që është ndjesh kur gjitha ato pare nuk i shpenzon në diçka tjetër, po ja u drezon mamit e babit? Dina shumë mirë se në më thojmë të e bo qitë punë, ama jem të e bo për dikan që është ma shejtë se gjitha senet. O zot, po sa i mirë jo, Robert, po sa shumë të ka beku zote. Edhe sigurisht është një duar trukitje shumë e madhe edhe për 2 prindë e tu që të kanë dhënë një edukat kaq të mirë. Faleminderit. Hajde të tregom edhe diçka tjetër, Robert. Po vëllezërit, motrat, çfarë po thonë ata për ty? Po dhe ata kur të më ndihmojnë ma bojnë, në më thonë më ndihmojnë ma shumë ma bojnë a kombinot që kësën, në më thonë dhe ata që me të thonë më supportojnë çdo sen që e bëj dhe më ndihmojnë çdo sen. Se kur e kum fillu biznesin, mos të shinkon ata në s'kisha ditë, shme thonë, shme ja fillu. Se për shembull vllavi madh gjithmonë më ndihmon çdo sen. Edhe më ndihmon se qysh me kombinu një ngjyrë të një bezilek, ose qysh me shku të tavolina dhe mja promovu që të send ose që të bezilek që jam të shit. E prej këtyre parave që i fiton, okej, një pjesë e dorëzon për familjen, po andon para për veten, se për shembull, kur e marr pagën time, thom kom e shku, kom e bli tisha, kom e bu këto, kom e bu këto. E ti? A blen diçka për vete? Apo po më duket e ki kitë fokusin veç të familja? E kam edhe një pjesë që e më edhe për vete, e kam do më thonë kocën që kum personalizue me senet e mija, edhe ku kum lonë se, për shembull nëse më vinë me bli ruza ose senet që am nevojitën mu, unë i ndoj por do më thonë të qaja koca. Ose për shembull nëse më vinë e i sen për shkollë, kena me shku dikon e kena në një sen caktun, ose du të me qu parë se diqa, edhe ato i kam pjesë në temet që i doj për parave, do më tho, ma shumë ju e për prende, do më tho, tani pasaj e doj edhe shumën qa më vynë për veti, do më tho, ju të regoj mas pari prende se për çka më vynë edhe për çka ka me bo me qëtu pare, edhe prende, do më tho, tani mjepin qëtu parot, do më tho, që më vynë për qëtë sen. O zot, do të t'i marrë mësysh këti fëmije, ka që i mirë. Pra, po edhe diçka tjetër që desha me të pyqë, mos të e haroj. Ti të ranë një kohë goxhat mirë, një pjesë të mirë të ditës. Cila është gjëja më e çuditshme që të ka ndodhur? Nësa kthehesh në shtëpi, nësa ora kthehesh te shtëpia? Unë kur dalë punoj dikon 6-7 orë në ditë, tani këthina të shtëpia. Amo gjëja më e çuditshme s'm ka rronë një aleme, po se kejtë, do më thë, unë isha për veti normal. Edhe s'm ka rronë asë një sani çuditshëm për me bo njerë. Qysh po mri me mbajt këtë qëtësi, Robert? Do më thonë njerëzit janë në mosha shumë atë të mëdha, edhe i marrin nga njerë gjanat ma me stres. Ti ka që i vogël, e ki një lloj qëtësie, i balancon gjanat shumë mirë, shkollë, punë, qysh e cikë edhe vetë me dalë me shoshni. Cilë është qëllësi suksesit, Robert? Qëllësi suksesit është se kur t'ja fillon, për shembull një sen, te du të më fokusu ma shumë se për çka ja ke nis, edhe për çka i të e bo qitë sen. Për shembull unë që jam të punu dhe jam të ndihmu familjes, që kjo është qëllësi suksesit tem se jam të bo diçka, do më tha, jo për vete, po jam të egzo dhe familjen teme me qëtë biznes që ja kum fillu, edhe me cëllën shumë të parave që jam të ndihmu. Hajtë të regom të ashtë edhe diçka tjetër. Për shembull, kur unë i bëj një dhurat të shtëpia jam, ose kur i ndihmoj për diçka, janë ato urimet që na i bën mami ose qoftë babi.
tregom cila është fjala që ta kanë thonë prindët tu kur ti ndihmon kaq shumë. Ma shumë ma kam bë veç të hecë të mbarë, edhe do më thotë të rujtë zote e këtu sanë të tjera që na urojnë prind. A, zot sa mirë. Okej, tash je bo shumë i famshëm. Po. Edhe po shohim që në TikTok ki lloj video edhe je aktiv gjatë gjithë kohës, edhe pse je shumë i angazhuar gjatë ditës, gjen kohë edhe për rrjetet sociale. Si po ndihesh tash? Meqense se ke marrë famë. Tepër mirë. Nuk është pjesa të fama, po është pjesa që do më thonë më ndihmojnë njerëz edhe kur të shohin për shembull diçka që është e rëndësishme, vinë edhe më ndihmojnë edhe porositin, ku që shqetësej edhe më herë që i bëj me shumë dashni, jam porosit kur më porositin, edhe gjej edhe çdo moment edhe çdo kohë të lirë edhe për rrjet social, do më thotë që e kam rrjetin social në TikTokun, ku i postoj video të ndryshme, edhe që e bëj porosit ndryshme. Mirë. Po, kur njerëzit ka njëherë marrin famë, e shohim që ndryshojnë. U rritet ka pak mendja. A ka ndodhur kjo tek ty? S'ka ndodhur njëherë për momentin, edhe nuk është, do më thonë puna se tash je i famshëm, tash je dikushi, do më thonë ti nashti je i famshëm, po s'on bën diçka më të madhe se njerëzit ty mos të kishin për shembull të suportu ose të kishin ndihmu ti, që tash nuk ishe konë në qitë nivel ose në qitë arritje kaq të madhe. Pra ti vazhdo me kanë minjoz ndaj atyre që të kanë përkra edhe me qëndru po që i mirë, po që punëtori dhe mos me kësh përdor. Se fundja, famën së dhe kemi, nisër e humbasim, po mos me humbë këtë njerëzillokën. Kështu që po më duket për e mba në dorë sepse e ke përfundua. Po, e kom përfundua. O, zot, po shikon dhe sa e bukur është, dhe më thonë, është dhurata më e bukur që e kom marrë deri sot, edhe më e sinqerta, edhe one kom e rujt kujtim gjithmonë. Edhe për ndryshe, sikur ai historia jonë sa ndjem keq, one kom e vendos këta që me u ndje mirë edhe me i kujtu ato mesazhet e tua të bukura që i thu prej shpirtit për çdo njeri. Robert, jemi në fund të intervistës, edhe natyra e emisionit tonë është motivuese. Njerëzit ndihen nga njëherë keq, kanë problemet mëdha, kanë hallet mëdha, kanë ngarkesa, dikush dorëzohet, dikush vazhdon përpara në jetë. Ti je ende shumë i vogël të them që të kesh sfida shumë të mëdha në jetë. Po, a ke ndonjë mesazh për njerëzit, për ata që ndihen keq, edhe ndoshta kur shohin ty, i bën sadopak me buzëqesh? Po unë kam një mesazh për ata njerëzit që ndihen keq në raste të tilla. Unë kisha thonë veç do të më kujtu atë pjesën ku kanë qenë gjithmonë të lumtur, edhe për çka janë, domethënë, sot mërzitën. Se për shembull nëse mërzitesh ti s'bën më dorëzu, se domethënë njerëzit kur të shohin që të dorëzu, pak a shumë edhe mërzitën edhe për ty, po domethënë mënuen me të përkro edhe sa në tjera. Okej, do më thonë, unë para se me të fësutu në emision, kom thonë që nga njëherë dinë mesazhe më të mira me ata që jenë më të vegjël se sa ne që jemi të rritur, sepse neve ngarkesat të mëdha në jetë nuk arrime me e qëtësu vetën tonë. Po jo fëmijët, sepse ti janë e fëmijë për mua. Sikur e keni në lloj pastërtie në shpirt, e cila na jep vullnet edhe gjithë neve. Kështu që në zgjohu, a ke menduar ndonjëherë me moderu ose diçka? Me qenë pjesë të televizionit? Për herë parë ku kom dalë në televizion nuk në nacionale, që e kom pa rastësisht gazetarin në më tha dhe u kon edhe ajo kliente e rregullt ku ka ble gjithmonë, edhe më ka ftu për herë të parë me bë interviste. Edhe për asoj interviste ka nis shumë njerëz me më njoftë, shumë gazetar me ftu për me bë intervista të ndryshme. Okej, sot në emision unë po du që ti me mbyll emisionin. Edhe e di që kishte me qenë mbyllje më e bukur ndonjëherë. Mi përshëndet publikun ton, audiencën ton të emisionit Zgjohu, edhe mi ju thonë gjithve natën e mirë, e faleminderit që na ndoqët, e ne shihemi prap të shtunën tjetër.
O ju kësha thonë gjitha publikit që janë të më suportu edhe janë të më falenderu. Jo falenderoj shumë për gjitha fjallët e mira dhe komentet, edhe falenderit shumë për suportin, edhe ju urej një natë sa më të mirë dhe sa më të bukur. Mbyllja më e bukur të ndëruar shikues. Natën e mirë, ne shihemi të shtunën tjetër me histori të tjera dhe me emocione po kaq të bukura sa sot. Falenderojmë shumë Robertën që ishte pjesë e emisionit Zgjoho. Ja bëjmë bashkë kamerës me dorë. Natën e mirë, mirë Faleminderit veshje. shumë.